Dhe unë për këtë po I thoja që jo më pse s'ka interes, a do me mbrojt Lorin. Ta bëj për Lorin, jo për vetën e vetë. E kupton, tani thoshte ti përsërit gjërat e mia, jo më përsërit. Ai e përdori atë situa për tu Liozin. Këtë rast do t'i ka bo asist. I ka kalu topin Lorit në këtë rast. A kupton se kjo ajo situatë. Ku I mora unë situatën? Unë ja kisha thonë si muhabet. Unë ja kisha thonë si muhabet që thuja në sytë Jozit, nuk ja them, tha. Nuk ja them. Këto të mbyllën gojën, kur është Zeni në Po jo më po ti pse do përsërit e gjëra që thashon aty. Kjo është ideja. Sepse ti thu Xhestit që po ja kisha thonë pra që thuaj edhe po ja kam thonë edhe thuaj në Lorit mos e pranon që ta thot vetëm në prime. Po ajo kë kishte nevojë më t'ja thoshte. Ajo të mbron ty, nëse ai vërtet të mbron ty I thoja Lorit, atëre thuaj kërkoi Xhestit që të ta thotë me fjalë që pa nevojë. Edhe në këtë lloj muhabeti. Unë thuaja edhe diku tjetër ti ja ke thënë. Asti I ka thënë I ka marr burri ujë ai ka thonë. Aq më interesoi mua vëlla, se unë interesi im këtë situatë ishte që Lori të merrte atë çka donte të merrte. Dhe unë prandaj ndërhyra. Edhe u mora ajo çfarë. U pyetet për këtë gjë mbrëm? Jo, nuk u pyeta. Atëherë çfarë situatë kërkon? Por unë nuk kam martu me jetu vetëm prime. Unë u pyeta për këtë. O Gerta, ke logjik pak. Më falë, të lutem. O Xheni. Se kuptoj çka ka për ti, Joni nuk u pyet për këtë lloj gjëje. Po pra, dakord, më nuk ka lidhje kjo me vetë kot që po bëni. Po e bëjmë me edhe kësaj më. Po tani fati që nuk doli në prime nuk do thotë që ne nuk kishim një situatë. Apo do bëjmë vetëm për të shuhet pas do. Por situata shuhet pas dolin prime. Okej, e qartë. Tosh më vet në ajër. Okej. Po pra, ato po I them, po s'arrin ta kuptoj. Nuk quhet në situatë. Absolutisht keni dhënë menimin tuaj dhe keni influencu deri diku ndoshta. Vllai kisha mbyll si muhabetun ato. U mbyllaj si u zgjidh ekuacioni aty dhe erdhi kjo. Ti me çka ke thonë diku, edhe thoshte me çka ka thonë. Flishte me Lorin dhe më thoshte mbi që a kupton Xheni. Po siç kuptojmë se sapo e mbylla si muhabet. Dhe gjithë mesazhi I kësaj është se unë kam mendimin tim për ty te kjo pjesë dhe nuk jam bazuar te ata që thënë bër grup për të më sulmuar mua. Sepse të kisha qenë grup do të kisha sulmuar që në fillim, duke qenë se ke pas kundërshtar dikë që unë simpatizoj. Logjikisht, tani nëse do të shtremrojmë gjonat, mos jemi koherent e bëjmë pa merak.